Përshëndetje nga Top Tani Podcast. Sot me mua është Engjina Supi. Dalgët, ti the që ndoshta ndonjëherë si përqafojnë fort, po jeta të mëson që ti përqafosh, të japin mësime shumë të mira. 25, me thënë të drejtën, ka patur plot gjëra të bukura, por emocionalisht ka qenë pak i fuqishëm. Mendoj më shumë largimi nga wake-upi apo zhurma që u bën në rjet. Më pëlqeu sigurisht mënyra se si u bë. Shpiket gënjeshtrat, portalet, ti tu mori dikush në telefon dhe thoi, shiko, unë do shkruaj diçka, po si ka ndodhur? Evidentova më shumë njerëz që vjen keq ndonjëherë ta them kështu, po fshihen pas gishtit. Kemi del tani nga fundi janarit, me saktuar dhe një datë. Është historia ime, më ka ndodhur mua. Është nga ato takimet që të ndryshojnë jetën. Ka qenë një person që ka ardhur absolutisht si një bekim i fshehur. Kto është promoti? Kjo është çik tek shumë spes tani filloi dhe. Kur më është ofruar wake-upi nga Ledioni atëherë, jam lumturuar shumë, realisht. Që veten çdo ndodh pas 10 vitesh e ke bërë një projekcion të jetës tënde? Do kem fëmijë. Në sotin para, po sigurisht ai di lart më mirë, po do kem fëmijë.